Në prajmin e sotëm u diskutuar e debatit të Meritonit me Romeon dhe krisjes së miqësisë së tyre pas deklaratave të Meritonit në dhomën e rrëfimit. Romeo shprehet se e ka mbrojtur Meritonin gjatë gjithë kohës, ndërsa ky i fundit i komenton ndryshe situatat. Ka pasur disa situata Meritoni në shtëpi, por atij duhet t'ia kujtosh sepse haron shumë shpejt. Ka qenë situata e dasmës dhe mendoj që çdo shok duhet ta bëjë këtë. Meritoni merr pjesën më të madhe të votave për dasmën dhe nuk thërret Sarën dhe Vesën. Unë i lutem për ta thirrur Sarën dhe Vesën në dasmë se nuk do të vinte as Bardhi. Pasi ky i kërkoi falje Sarës dhe ajo nuk e besoi, unë vajta i shkova Sarës për ta bindur. Te situata e hallvës i kam qëndruar unë pranë, thot Romeo. Ndërsa Meritoni thot, te pjesa e dasmës se argumentoi ndryshe, ka qenë Romeo i cili ka lënë ceremoninë dhe i ka thënë Bardhit në përcepa na e mori frymën. Te pjesa e hallvës ka qenë ky që e ka parë Eriolën duke e bërë hallvën dhe kur e ka parë nuk ka ardhur të më thot, por ka ardhur pas 3 ditëve. Po ju si e komentoni këtë situatën lidhur me Romeo dhe Meritonin?